Nëse të dhemi në gjunjë nuk do të thotë domosdoshmërisht osteoporozë. Shpesh bëhet fjalë për osteoartritin që është një dëmtim, një degenerim gradual i kërcit që mbron gjurin. Dhe kjo pastaj shoqërohet me një ngurtësi, me dhimbje dhe vështirësi gjatë ecjes. Por ka disa gjëra që mund të bëni për të parandaluar osteoartritin, për të mbrojtur shëndetin e gjunjëve dhe për të lehtësuar simptomat nëse ka filluar. E para fare që është shumë e rëndësishme dhe unë mendoj që ju dhe mund ta keni kuptuar nga eksperjenca jetësore ka të bëjë me rënien nga pesha. Të qenë mbi peshë është një faktor rreziku për osteoartritin. Për 1 kilogram shtesë të tepër, pra, gjunjët përballojnë rreth 4 kg shtesë forcë gjatë ecjes. Rënja nga pesha është treguar, për shembull, një studim të Framingham, kishte pjesëmarrëse gra që ishin mbi peshë, rreth 5 kg rënje nga pesha shoqërohet me uljen e rrezikut për osteoartritis me 50%. Individët që tashmë kanë osteoartrit shohin përmirësime të mëdha vetëm me një rënje 10% të peshës së trupit. Pra shumë e rëndësishme. Mos harrojmë gjithashtu që të qenë mbi peshë shoqërohet edhe me depozita më të mëdha të dhiamit dhe qelizat e dhiamit intidhiamor çliron citokina që janë proinflamatore, pra rritet inflamacioni i cili pastaj është dhe i dëmshëm dhe mund të sjellë degenerimin më tej të kërcit. E dyta shumë e rëndësishme është lëvizja. E di që shpesh keni dëgjuar që kur të dhemi në gjunjë kujdes sepse përkeqësohen nëse lëviz. Normalisht që duhet të kontrolloni me mjekun, por lëvizja në këtë rast është jashtëzakonisht e rëndësishme. Dhe unë do ta shpjegoj pse. Është shumë e rëndësishme për shëndetin e gjunjëve të ketë një stimulim mekanik, pra të jenë në lëvizje. Sepse çfarë ndodh? Kërci që përmendam përpara që dëmtohet në osteoartritit, pra ky kërc që mbron gjurin nuk ushqehet drejt për drejt nga gjaku me lëndët ushqyese, por nga lëngu sinovial. Dhe lëngu sinovial shpërndahet më mirë gjatë lëvizjes. Dhe gjatë këtij stimulimi, nëse krahasojmë kërcin me një sfungjer që përthith për shembull nga një enë me ujë, ku kemi tretur disa lëndë, i përthith, dhe në të njëjtën kohë nëse e shtrydhim ai nxjerr lëndët. Pra në të njëjtën kohë gjatë këtij stimulimi mekanik, kërci përthith nga lëngu sinovial lëndët ushqyese që i duhen dhe çliron ato që nuk i duhen, pra pastrohet, ushqehet, pastrohet, shumë i rëndësishme. Ushtrimet aerobike, ecja, kërcimi, noti, ciklizmi jashtëzakonisht të rëndësishme. E treta, dieta. Dieta antiinflamatore, një ndër to është dieta mesetare, e pasur me yndyrna të shëndetshme, vaj ullirit për shembull, peshku, perime, fruta, arra, pra e të tjera që dieta mesetare përmban. Mund të lexoni më shumë detaje për dietën mesetare, por është antiinflamatore, ul inflamacionin dhe ndihmon. Dhe e katërta, suplementet. Ka shumë, por unë do përmend ato më të rëndësishmet: vitamina K, omega 3, pra vaj i peshkut, e dim që ul inflamacionin, glukosamina është një aminosheqer që ndihmon në ndërtimin e përbërësve të kërcit, dhe kondroitina që ndihmon kërcin të mbajë më shumë ujë duke e bërë më elastik dhe më rezistent ndaj presionit. Të kombinuara bashkë sjellin efekte dhe përmirësime më të mëdha për osteoartritin.